dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë edicionin e lajmeve në televizionin 4+. 3 shtëpi janë përfshirë nga flakët mbrëmjen e së hënës në lagjen Loni Dhamo. Një vajzë u dërguar e asfiksuar në spital. Sipas shefit të zjarrfiksëve të Lushnjës, dyshohet për zjarr aksidental. 3 banesa morën zjarr mbrëmjen e së hënës në lagjen Loni Dhamo. Banesat e përfshira nga zjarri ishin shumë pranë në stacionit elektrik të qytetit. Sapo janë shfaqur flakët e para, banorët kanë njoftuar zjarrfikësit, të cilët kanë bërritur me urgjencë, të shoqëruar dhe nga 10 efektiv policie. Asnjë nga banorët nuk është plagosur rënd, sepse kanë arritur të dilnin në kohë nga banesat. Një vajzë është dërguar në spital me ambulancë pasi ishte asfiksuar nga tymi i dendur. Ndërkohë në zonë u ndërprer energjia elektrike për arsye sigurie. Zjarrfikësit ende punojnë për të shuar zjarrin, ndërsa e kanë në kontroll për të mos u përhapur në banesa të tjera. 2 prej banesave janë shkrumbuar totalisht dhe një është pjesërisht e djegur. Sipas shefit të zjarrfikësve të Lushnjës, dyshohet për zjarr aksidental, por do të presim ekspertizën për më shumë. Një aksident ka ndodhur mesditën e sotme tek rrethrotullimi i Kolonjës. Fuoristrada përplaset me Audin dhe plagoset një person që është në spital jashtë rrezikut për jetën. Një aksident ka ndodhur mesditën e së martës në autostradën Fier-Lushnjë në afërsi të rrethrodullimit të Kolonjës. Një mjet tip fuoristrad ka përplasur nga pas një mjet tip Audi dhe përpasoj një prej udhëtarëve në fuoristrad është dërguar me ambulancë për të marrë ndihmën e parë në spitalin e Lushnjës. Policia e qarkullimit rrugor ka shkuar në vendngjarje dhe po kryen procedurat e nevojshme dhe njëkohësisht po disiplinon trafikun. Raportojnë dëme materiale dhe personi lënduar ka marrë ndihmën e parë dhe po mbahet nën kontroll nga mjekët. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet se shkaki i aksidentit mund të ketë qenë mos respektimi i rregullave të qarkullimit dhe një manovër e gabuar e drejtuesit të fuoristradës. Ekspozita me piktura nga nxënësit e shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Lushnjë kushtuar Kongresit të Lushnjës u hap sot në ambientet e shtëpisë Kongres. Ky aktivitet u organizua nga Qendra Kulturore e Fëmijëve. Në shtëpinë Muze Kongresi i Lushnjës u hap sot një ekspozitë e veçantë me punimet më të mira në pikturë nga nxënësit e talentuar të shkollave nëntëvjeçare të Bashkisë Lushnjë, kushtuar Kongresit të Lushnjës. Ky aktivitet i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve vazhdon kalendarin e veprimtarive të përgatitura nga kjo qendër për kongresin. Aktiviteti sotëm është në kuadër të ditëve të Kongresit Lushnjës, ku siç edhe ju e shikoni janë punimet e nxënësve të shkollave nëntëvjeçare, të cilat janë të ekspozuara në shtëpinë Muzeut të Kongresit Kombëtar të Lushnjës. Ky aktivitet vjen edhe si veprimtari e kalendarit të veprimtarive të QKF-s, por edhe në bashkangjitur ditëve të kongresit, siç e thash më lart, ku bashkia ka organizuar në nder të këtij kongresi. Vjen si vazhdimsi mbas krosit masiv, i cili u zhvillua në datën 23, po në nder të Kongresit Kombëtar të Lushnjës, ku gjej rastin që të falenderoj edhe një herë fëmijët, megjithëse me këtë kohë virozash morën pjesë edhe na përfaqësuan ndëjësisht. Vetë nxënësit treguan se ekspozita për Kongresin e Lushnjës ishte e rëndësishme për ta, pasi e sollën për publikun me imagjinatën e tyre të lirë, me një botë të pasur emocionesh dhe ngjyrash. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve, Sajmir Bahja, vlerësoi talentin e nxënësve dhe theksoi rëndësinë e këtij kongresi. Kjo është thjesht një ekspozitë pjesëmarrëse ku fëmijët e qytetit tonë, bashkisë sonë, shprehin ndjenjat e tyre me anë të ngjyrave, me anë të penës, me anë të lapsave, për ndjeshmërinë që kanë për këtë kongres kombëtar që ngadal po merr vlerat e duhura siç i takojnë këtij kongresi. Aktiviteti u ndoq me interes nga prindër, mësues, nxënës dhe dashamirës të artit. Ekspozita do të qëndrojë e hapur 2 ditë. Kuvendi sot nisi dhe vazhdoi me diskutime mes mazhorancës dhe opozitës. Deputetët e Partisë Demokratike kërkuan rritjen e numrit të seancave në kuvend, pasi nuk mund të shqyrtohen 19 projekt ligje brenda ditës. Partia Socialiste hoqi 4 projekt ligje nga rendi i ditës. Kuvendi nisi punimet në orën 10, ku sipas rendit të ditës do të diskutojë rishikimi i buxhetit dhe ndryshimet në kodin penal. Në nisje të seancës plenare mori fjalën deputeti Luciano Boçi që tha se 19 projekt ligje duhen ndarë dhe jo të votohen pa u diskutuar.
ju listuat një seri projekt ligjesh, shumë të rëndësishme. Dhe të gjitha këto projekt ligje i keni ndërkallur, ndërfutur, përmbledhur në një seancë të vetme. Dhe kjo është komplet pa arsye, sepse dhe krahasimi me hapësirën e çmendur është i logjikshëm këtë rast. Por ajo hapësira e çmendur përtej parlamentit ka një arsye objektive. Është pa dashje, po të bësh i çmendur me dashje, bësh qesharak, ka shumë forma për të bërë qesharak. Kryetari i grupit të deputetëve të Partisë Socialiste Tauland Balla kërkoi shtyrjen e shqyrtimit të 4 projekt ligjeve të parashikuara në rendin e ditës. Do të kërkoja shtyrjen për një javë të shqyrtimit të 4 projekt ligjeve në rendin e ditës. Projekt ligji parë që kërkojmë shtyrjen, dhe shtyrjen në fakt që të jem korrekt nuk po e kërkoj për propozimin e kolegut, por në farë mënyre kam të njëjtin qëllim, ka të bëj me faktin që janë projekt ligje të cilat duhen rakorduar fjalë për fjalë me Komisionin Evropian. Kryetari i grupit të deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi pas miratimit të rendit të ditës kërkoi heqjen nga kalendari dhe të disa projekt ligjeve të tjera. Kuvendi më pas vazhdoi me diskutime të shumta. Në seancën plenare u diskutuan dhe u hodhën akuza për shpërblimet pas përmbytjeve në Fier dhe në zonat e tjera të vendit dhe domet e mëdha në bujqësi nga deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe dhe deputeti i Partisë Demokratike Luan Baçi. Në seancën e sotme plenare u diskutua edhe çështja e përmbytjeve dhe dëmet e konsiderueshme që e shkaktoi në bujqësi. Deputeti socialist Erion Braçe ka kritikuar ministrin e mbrojtjes Pirro Vengu për dëmshpërblimet nga përmbytjet në sektorin e bujqësisë. Ajo që më shqetëson ka të bëjë me faktin që kanë ndodhur fatkeqësi natyrore të mëdha në Harkun nga Korriku deri në Janar dhe natyrisht bujqësia ka marrë një goditje të konsiderueshme. Në verë goditja për bujqësinë erdhi në 2 zona të rëndësishme siç është Gramshi, sa i takon blegtorisë dhe Delvina, sa i takon blegtorisë dhe frutikulturës, dhe natyrisht duhet paguajnë për to. Ma habiti ministri i mbrojtjes kur tha që janë kaluar parat për të shlyer këto dëme të shkaktuara, veçanërisht për baktit, po edhe për frutikulturën, sepse në buxhet unë nuk i gjej. As në relacion, as në seancën që zhvilluam në komision nuk ishim. Në krahun tjetër, përmbytjet e kombinuara me ngricat në nëntor dhe në janar kanë goditur zonën më prodhuese të vendit. Duke filluar nga sipër, nga Shkodra në Obote, në nën Shkodër për të vazhduar në Zadrim, për të mbritur në Durrës, për të zbritur pastaj në zonën më prodhuese të vendit sa i takon serave, zonën e bashkisë Sur Vajgurore, në krahun tjetër zonën e bashkisë Kuçov sa i takon Kozarës për të shkuar në Fier, e që natyrisht janë zonat më prodhuese, është ekonomia më e madhe e prodhimit në Sera. Deputeti i Partisë Demokratike Luan Baçi në fjalën e tij ka denoncuar abuzime dhe manipulime me listat e familjeve të dëmtuara nga përmbytjet në zonën e Fierit. Ai tha se ekipet e bashkisë që sipas tij janë të korruptuara dhe të shoqëruara nga ligjvënës pa abuzojnë dukshëm duke futur në listat e kompensimit persona që nuk janë prekur fare nga përmbytjet. Nga përmbytja e disa ditëve më parë, përmbytja e janarit, nisur dhe nga ky rast ekstrem dhe qesharak, do të presin, besoj, dëmshpërblimet nga viti 2030. Keni filluar verifikimet e dëmeve për banesat toni, se këto janë emergjencë, por pse nuk esni paralel dhe me verifikimet e dëmeve të fermerëve? Vallë nuk janë emergjencë dëmet e fermerëve, falimentimi evident i tyre, apo nga punët e shumta që keni, duke bërë drekra dhe darkra, besoj dhe me verë kryeministrore. Tashmë kemi ekipet tuaja të korruptuara të bashkisë që kanë dalë në teren, të shoqëruar madje dhe me ligjvënës, po abuzoni dukshëm dhe turpshëm, duke vendosur në listat e dëmtuarve banor që nuk u ka hyrë asnjë pikë ujë në shtëpitë e tyre, por janë të njohur të komisionit, votues tuajt, ose nga ata që duhet të kthehen dhe të votojnë për ju. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.